Ora kujt ka të drejtë të dalë një motër pa mbulesë nëse është e mbuluar? Nga ana e babës, ka drejt para babës vetë, para gjyshit vetë, baba e lartë, po ashtu baba e poshtë. Baba e poshtë dhe më thonë, djemët e babës qoftë ata vllazën prej babe, prej nane qoftë vllazën veç prej babe. Po ashtu gjyshit e kështu me radhë të gjithë. Po ashtu edhe agja. Të agja nalet vetëm ata që janë lartë, ata që janë poshtë ju, do të thonë fëmijët e agjës ju. Po baba, në këtë rast i agjës që është baba, edhe i babës tanë, po mundet me qenë, do të thonë, ai me babë tjetër, ai agjat, baba jëtë me pas vlla veç pi nanës, lejohet edhe para ti dhe të parve ti. Se përket kanona, lejohet do të thonë para dajës edhe para gjyshit edhe ma lartë. Ata të cilët janë ma poshtë të daja, jo, do të thonë djemët e dajës, djemët e djemëve të dajës, jo. Se përket motrave, lejohet do të thonë të gjithë fëmijët e motrës, do të thonë motra, ata që janë ma poshtë fëmijët e motrës, nipat e kështu me radhë. Se përket do të thonë tezës, nuk lejohet djemët e tezës me të pa mbulesë. Pra i kemi situatën ka baba dhe ka nona. Ka baba i kemi agjën, e kemi edhe hallën. Edhe të halla do të thonë nuk lejohet me të pa fëmijët e saj. Ka nona e kemi gjyshin, e kemi dajën, e kemi edhe tezën. Gjyshin lejohet e ma lartë, kurse daja lejohet, po ju ata ma poshtë. Edhe tezja nuk lejohen ata ma poshtë, do të thonë fëmijët e tezës me të pa mbulesë. Shpresoj që e ke mirë kuptu këtë ndarje ka nona dhe ka baba.